Faktikisht, si që dhe ju e cekët, në media është treguar një dokument nga zyra regulatorit të energjisë për shtetimin e energjisë elektrike diku në vlerë 15%. Është racional, themi të drejtën duhet parë në dy rrafshe shtetimin e energjisë elektrike. Nëse shohim në rrafshin rajonal, shtetimi i energjisë elektrike krahasuar me vendet rajonale për shembull është paksa më i lirë në Kosovë, kurse krahasuar pra me aspektet zgjedhjes sociale, situata për shembull nuk është në favorin e atyre që konsumatorë shtëpia për shembull bizneseve dhe industrisë. Pra, tash për tash nuk është racional shtetimi i energjisë elektrike. Dhe zakonisht në prill, profesor, ndodhin këto, bëhet ky paralajmërimi për shtretim, sepse operatorët paraqesin pranë ZRE-s kërkesat për shtretim të energjisë elektrike. Mirë po, sa sfidon jo vetëm konsumatorin e zakonshëm, anvistrin, por edhe industrin një gjë e tillë. Po, zakonisht për çdo vjet do të thotë operatorët e sistemit transmisionit, operatori i shpërndarjes, operatori i furnizimit, i gjenerimit paraqesin kërkesat dhe i parashtrojnë ato në zyrën e rregullatorit të energjisë duke dokumentuar faktet e tyre nëse vërtet kanë fakte. Pastaj zyra e rregullatorit të energjisë i menaxhon ato kërkesa, i vlerëson a janë të drejta apo jo. Të thënë të drejtën, shtetimi i energjisë elektrike në këtë kohë, faktikisht duke parë, si thash edhe më herët, situatën e konsumatorëve, pra është shumë e brisht në një mënyrë apo tjetër, situata për shembull me gjendjen ekonomike, për shembull pagën mesatare nëse krahasohet me rajon, pra është shumë me keqe. Kështu që unë mendoj se tash për tash e sfidon shumë konsumatorët shtëpiak, bizneset edhe industrinë në përgjithësi. Tjetër është fakti se ky përfshin një zinxhir në aspektin ekonomik, dihet se dikun sipas odës ekonomike janë ja 2000 biznese që përfshin industrinë, kështu që ato drejt për drejt i atakon, ndoshta në zvogëlimin e numrit të punëtorëve, pastaj i atakon edhe në rritin për shkak të çmimeve, edhe kështu që është një... Do të thonë efekti i gjithanshëm. Po, është një efekt i gjithanshëm, po. Kam në lidhje drejt për drejt edhe